Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e 3 në Rini. Në episodin e parë folëm se si Rinia konsiderohej një brez patatinash, pra brezi ynë, gjenerata Z, gjenerata e TikTokut, ama pam se jemi ne ata që po e tronditim sheshin çdo pasdite. Në episodin e dytë folëm për një të re të talentuar e cila kishte botuar librin e saj të parë dhe në këtë episod të tretë do të flasim sërish për talentin, sërish për artin, por jo arti të shkruarit, arti i të kënduarit dhe tingulli magjepsës që na vjen në vesh. Sot kemi Alvin, faleminderit dhe mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën. Mund të na prezantohesh pak për grup moshat tona që na ndjekin? Po, absolutisht. Atëherë, unë jam Alvin Pogoni, jam 22 vjet tashmë, kam mbaruar studimet në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Politeknik. Edhe pse sot kam ardhur për diçka komplet tjetër, por muzika për mua ka qenë një pasion që ka lindur natyrshëm, duke qenë se është pak stereotipike, do thoja, e disa rrethanave. Dhe para është shkenca me artin, që shkojnë pak si paralel me njëra tjetrën, në sensin që dikush që merret me një deg shkencore kërkon edhe pak art për të kompensuar, dhe diçka tjetër është që unë jam nga qyteti i Korçës, me origjinë, kështu që dhe kam jetuar aty, kështu që kam marrë influenca të forta nga ai vend. Pra ka ardhur serenatat korçare, nga Korça. Këtu ka lindur, me thënë, është e ke si në genin tënd, apo këtë do të thuash? Po. Korçarët me kitar janë si kështu, ke parasysh? Është diçka që e dim tash, korçari me kitar. Keni si në gjak, një gotë vere, pak kitar, pak muzikë, relax. Aty poshtë balkonit, te kaldrëmi, këta. Duke qenë se përmende dhe shkollën edhe pjesën e pasionit, pra shkolla një shkencë, pasioni, diçka, pra vetë fjala pasion. Nuk mendoj se ka ndonjë fjalë tjetër që mund ta përshkruaj akoma më mirë. Ka qenë e vështirë për ty që ti ndjekësh të dyja, duke qenë se janë dy gjëra që s'kan shumë lidhje me njëra tjetrën? Po, në fillime sidomos ka qenë më vështirë dhe edhe tani pa çka se ka kaluar kaq kohë, prap ka vështirësitë e veta, ndonjëherë ngarkesa më e madhe me shkollën, ose impenjimet me muzikën, ndonjëherë përplasen, ndoshta ndonjëherë ke edhe qoftë edhe sezon provimesh me universitetin dhe duhet të ndjekësh një shfaqje. Besoj që ka plot student si puna ime që ndjekin muzikën si pasion dhe e kuptojnë këtë gjë kur ke një shfaqje gjatë kohës së sezonit dhe duhet të gjesh mënyrën se si ndoshta e të rish deri vonë zgjuar për të studiuar, që të kesh kohë pastaj që të mund të bësh provat ose të bësh shfaqjen tamam. Të është dashur ndonjëherë ta lësh në pauzë nga ky fakt, pasionin, apo je munduar aq shumë që ti vësh të dyja, pra në ekuilibër me njëra tjetrën? Mund të ketë pasur gjëra të vogla që më është dashur t'i le në momentet të caktuara, sepse ka pasur edhe mund të ketë qenë një provim shumë i vështirë që e dija që nëse do neglizheja në një moment, atëherë do dilte komplet nga shinat ajo e studiuara që isha duke bërë. Kështu që për gjëra të vogla, jo për kohë të gjata që të mund të shkëputesha shumë dhe të rikthehesha pastaj, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Le të kthehemi pak pas në histori. Kur e kuptove ti që kishe talent në këtë gjë dhe që doje ta ndiqje pasionin tënd shumë mbrapa, që nga gjeneza? Atëherë, në momenti i parë fare që ka qenë indicia e parë, ka qenë si prej atij elementi që quhet vesh muzike, që thonë edhe ndoshta edhe prindrit shqiptar që ky ka vesh muzike, ose është aftësia që ka dikush që kur duke dëgjuar një këngë që i pëlqen, më pas të filloj të murmurisë melodinë ose të mbaj mend tekstin shumë shpejt. Dhe e kisha edhe gjë që i vogël, fatmirësisht, mami arriti ta vinte re dhe bëm një lloj testi të vogël, ka qenë andej nga në Korçë kur kam jetuar, ka qenë një vend që quhet Shtëpia e Pionerit, aty ishte një person ishte një person me kitarë, me piano, më fal, dhe bënte disa nota, mbaj mend, këtu e para kaq vitesh, ai sa mund të mbaj mend, bënte disa nota dhe thoshte që riprodhoj, thuaj atë që po dëgjon. Dhe tha që okay, ky djalë ka diçka. Kështu që nëse investoni, mund të dalë diçka e mirë. Dhe hyra në kurs kitare për një kohë të shkurtër atë kohë, por nuk është se e zgjata shumë, sepse ke parasysh ajo koha e fillim rritjes është pak
sikur se di as vetë se çfarë do, se si duket sikur jo po të dal me shokët se aty e gjej. Ke kaluar dhe në adoleshencë pastaj. Po, ajo koha aty është pak kohë e shpërqendruar, do thoja unë, se di as vetë se çfarë do, nuk e kupton që mund të bësh një investim më afatgjatë. Është një gjë që do t'i provosh pak nga të gjitha dhe nuk di ç'a të zgjedhësh. Pse pikërisht kitarën? Tani pse jo pianon, pse jo kitarën elektrike? Ka disa argumenta në fakt. Një prej atyre që desha të thoja është që ai ka qenë instrumenti i parë me cilin jam prezantuar dhe në momentin që dashuri me shikim të parë. Po. Shumë mirë. Në mënyra se si kur unë ju ktheva muzikës më pas, kisha kitarën që e kisha tashmë për rreth 8 vitesh në dispozicion. Ishte bërë si një pjesë e jotja tashmë. Dhe ajo ishte momenti i parë që unë thash që okay, me këtë do prezantohem me muzikë. Dhe prej andej fillova që të prezantohesha me atë kitarë, derisa mora një kitarë tjetër që është kitara që kemi sot tu, që i ka vendosur dhe një emër, sepse nuk e di ndodh që me kitaristat vendosim emra për instrumentat. Si e ka emër? Kjo është Sofia. Sofia. Po. Kjo është Sofia, përshëndeteni të gjithë Sofin. Kjo në fund fare do na luajë diçka të bukur, do luhet domethënë nga Alvin, po. Kjo është Sofia, pra. Ajo ka zërin më të bukur se unë, ka shumë zë. E po tani, po se kontrolloj dikush nuk e nxjerr dot atë zërin e bukur, kështu që kush ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë? Ka qenë mbështetësi numër 1? Ka tani në këtë pikë që ja mund të them që ka shumë persona që më vinë ndërmend kur më bëhet kjo. Ata njihen në fillim fare, do të them. Normalisht të parë fare kanë qenë familja që përveç se më ka prezantuar me muzikën, më ka duruar në fillimet kur bëja ato coverat në shtëpi që thosha pushoni pak juve tani se unë do regjistroj, mos bëni zhurmë juve, mbyllni televizorin se unë do regjistroj nga dhoma tjetër. Është një gjë shumë e mirë për të thënë, duke ditur më bëhet shumë qefi që ke një familje të tillë, sepse ka dhe të rinj të tjerë që duan të vazhdojnë një pasion, ama familja nuk e kanë aq shumë mbështetëse, sepse ka nga ata që nuk do ta them, por ka nga ata që kanë dhe mentalitetin e vjetër shqiptar, hamo që do pasionin në këtë, sepse zakonisht fokusohen më shumë te shkolla. Po. Prindrit e tu duan që ti bësh të dyja, apo nuk e kanë problem ta lënë ty në dorë, apo thonë shkoj pasionin dhe talentin nga pas? Normalisht besoj që për të gjithë prindrit sado me të vjetrën ose me të rënd të jenë, normalisht duan të shikojnë sukses tek fëmija i tyre. Dhe në rastin tim, normalisht e nisa si pasion, por më thoshin që kujdes mos të kalojë në diçka që të merr më shumë kohë se sa shkolla, domethënë mbaje si një pasion, por jo të marrë prioritet para shkollës, dhe jam përpjekur që ta mbaj në një shkallë të paktën gjatë kohës së studimeve që jam tani, diku te 60 me 40. Domethënë 60% të kohës të shkoj për studimet, e 40% të shkoj për muzikën dhe pasionin. Në qoftë se një ditë do duhet të zgjidhje, shkollën ose pasionin. E ke menduar ndonjëherë? Normalisht jo. Në qoftë se jo, në qoftë se po, prapë na e thuaj. Normalisht. Megjithatë ka një përgjigje. Është pak e vështirë, dhe unë nis ta mendoj dhe pastaj tham po filloj. Në fillim mendoj ndonjë gjë tjetër, por mendoj që është diçka që mendoj që duhet t'ja lë kohës. Varësi e se njëra apo tjetra. Po, duhet t'ja lë kohës sepse e marr këtu si për shembull, para 2-3 vitesh nuk mund ta parashikoja që do kisha bërë këtë X gjë me muzikën ose këtë gjë me studimet ose diçka e tillë. Domethënë ndodhin gjëra që nuk i parashikon dot, mund të ndodhë një moment nga hiçi të marrësh një lloj oferte ose një lloj mundësie të papritur që të ndryshojë atë që ti mendoje që ishte e zakonshme. Kështu që unë besoj te kjo gjë që duke punuar gjatë, duke mbajtur atë ritmin tënd konstant, një ditë do vi dikush që do e kuptoj vlerën tënde dhe do t'i jap ty mundësitë që meriton. Paçka se në një moment caktuar ti mund të mendosh që okay, unë po e bëj këtë gjë kot, ndoshta po e bëj këtë gjë vetëm për vete. Do të thënë sa për çefin tim, pse s'po
pse s'po marr vlerësimin siç e merr dikush tjetër, ndoshta dikush e ka rrugtimin më të shpejtë, në sensin nis dhe për 3 muaj mund të ketë arritur më shumë se ç'mund të ketë arritur dikush tjetër për 2 vjet, por rrugtimi është për secilin është i ndryshëm. Gjërat e mira vijnë për ata që din të presin. Po. Them unë dhe mendoj. Është vërtet. Dhe sukseset më të mira, me çfarë kemi parë, kanë ardhur pas shumë vitesh. Pra, jo nga ata që kanë bërë boom direkt, sepse sikur bëhet çik mërzitshëm, me thënë drejtën, dhe na pëlqen që të kemi dhe pak si do ta them, pak vështirësi. Ndoshta që të kesh dhe pak më shumë, të mundohesh më shumë, të mëson dhe më shumë. Dhe avash avash, gjërat avash avash. Megjithatë është një shprehje që kam lexuar para ca kohësh, nuk e mbaj më të fikse sa, por ishte e tillë ishte në anglisht, por po e shqipëroj, thoshte duar tërkit nëse nuk duar tërket për tjerët, nuk do vi koha që të duar tërkasin për ty. Shumë e vërtet. Prandaj mos e shiko me xhelozi dikë tjetër që realizon atë, por shikoj me sensin e motivimit që ja doli ky person, tani ndoshta do vi radha ime në momentin tjetër. Po. Duke qenë se dhe unë hy pak te artet, ndoshta edhe muzika, po tek arti të shkruarit, dhe unë personalisht, dua ta bëjmë si bashkëbisedim, aty përveç pjesës së artit kam kuptuar dhe relatat që mund kemi me njerëzit dhe ndoshta se çfarë ndjejnë vërtet njerëzit për ty, sepse aty i kupton vërtet kur ti arrin diçka. Në momentin që ti ke patur sado sukses të kesh, sado arritje të kesh, sado i mirë të jesh, a ke kuptuar se kush ta do të mirën vërtet dhe kush është ai që të mbështet vërtet? Në 100% është e vështirë të them 100%, po. Deri diku. Po, deri diku arrin ta kuptosh të cilat persona i ke ata që të duan vërtet, që janë në atë momentin që thonë më në fund ja dole, shqyr jam shumë e lumtur për ty etj. Pastaj kupton edhe ata personat që se ka të tillë persona që duan që të jesh mirë, po jo më mirë se ata. Po. Ndodh shpesh kjo gjë. Është një i përhershëm i shoqërisë. Po. Ndodh shpesh kjo gjë, domethënë të duar tërkasin sa je okay, pastaj kur kalon që bëhesh shumë mirë thon, "Oh, prit." Ups. S'është mirë. Si ka qenë hera e parë kur i ke rënë kitarës? Me thënë ndjenjat e tua, ku ke qenë, si ke qenë, kush ka qenë, çfarë ke përjetuar? Janë 2 momente që unë i quaj si performancat e para që kam pasur me kitarë, janë kur kam qenë i vogël që sapo e kisha kapur kitarën, kam pasur një shfaqje të vogël me klasën, kemi për rastin e 100 vjetorit pavarësisë, 2012. Në ka qenë një performancë e vogël për më mëdhenj. Dhe shumë e rëndësishme si gjë. Po. Dhe ajo ka qenë momenti i parë që jam hasur me kitarën, dhe momenti i dytë ka qenë kur jam rikthyer, që kam qenë më i madh. Dhe kam pasur ka qenë pak rastësi, sepse isha një zysh letërsie që kishte dëgjuar që unë i bija çik kitarës, i bija shumë pak në atë kohë, sepse kisha kaq vite që e kisha lënë. Dhe më tha, Alvini bie kitarës, i bie çik, më thash. Më tha, "Okej, do vish me neve të bëjmë një aktivitet me projektin italian." Tha, ti thjesht do luash pak fare muzikë mes performancave të këtyre, se kishin ca interpretime poezish. Ti djerës të ftohtë në atë moment, kështu. Pak fare, se normalisht sikleti është gjithmonë. Është ai sikleti i performancës, sado që të bësh prap, nuk mund të jesh 100% i sigurt që ndoshta nuk do bësh një gabim të vogël. Dhe okay, thash, dhe mora dhe një shokun tim që ishte edhe ai kitarist, kemi bërë një performancë, po doli çik keq. Në momenti që ata po duar trokisnin, ne ishim këtu bashkë me njëri tjetrin, se ndodh për që ke një shkëmbim të vogël, po ti jesh me 2 instrumentistë kështu, ose bravo, ose të lumt, shumë mirë doli, ne ishim kështu. Doli për i bret, e di. Doli për i bret. Po ata duar trokisnin, ne ishim s'kemi gjë në vi. Mirë, kjo është një gjë që, domethënë, u ndodh dhe atyre që kanë kush e di sa vite karrierë. Po. Jo më disave që sapo e kanë nisur dhe sapo kanë hedhur hapat e parë. Po prapë, momenti kur dëgjon ato duar trokitjet, momenti kur dëgjon ndoshta mbrapa një falënderim që të vjen ose një urim të mirë që të vjen dikush personalisht që të flet, thotë të lumtur, më pëlqeu shumë, është tjetër gjë. Shumë mirë.
unë e kuptoj se, unë hy vetë, tash. Rinia shqiptare, duke qëndrojmë edhe të rinia. Pse ka frikë të ndjeki pasionet? Pyetje pak e vështirë dhe do prekur. Paragjykime, frikra, jo mbështetje. Janë pak nga të gjitha, do thoya. Pak nga të gjitha, domethënë edhe paragjykimi që ky po bën diçka shumë, po bën diçka ndryshe nga ajo që është e zakonshmja është thjesht shkon në shkollë, mbaro punë, ndërsa ky është duke ndjekur diçka jashtë, dikush tjetër ka frikën se mos jo po do çfarë do më thot familja, çfarë do më thot ata që nuk e kanë mbështetjen. Personat e pallatit, ndoshta komshiu etj. Dikush tjetër thot që ndoshta pa xhoj kohë, ku do më çoj kjo gjë, por gjithmonë unë mendoj që çdo gjë ka vlerë. Sado qoftë edhe një gjë që paguhet, qoftë diçka vullnetare, çdo gjë mund t'i gjendet vlera. Ndikohen pak edhe sepse ndoshta nuk e duan pasionin e tyre këtu në Shqipëri, sepse mendojnë që në Shqipëri nuk do eci aq shumë dhe shohin për jashtë, domethënë një të ardhme të afërt se tash po se nise diku nuk ka se të shkoj jashtë, por që mendon se shohin që vetë Shqipëria, domethënë kushtet që ne kemi nuk t'i ofrojnë shumë dhe nuk të mbështesin shumë, prandaj dhe stepen ndoshta. Në Shqipëri është pak e çuditshme kjo si gjë, sepse nuk është se në po e them në anglisht në face value, nuk është se të vjen fort çdo lloj mundësie që ose të reklamuara mundësitë që mund t'i paraqiten të rinjve. Duhet të bësh kërkime shumë të imtësishme ose të kesh network të fortë për të mund të paraqiten mundësitë. Gjë që siç e thotë vetë është shumë e çuditshme. Po, është, domethënë kërkon një kohë të gjatë të bësh gjëra pak si për veten, domethënë të punosh pak ndoshta ose të flasësh pak me murin, të rish aty t'i bësh gjëra. Edhe me pasqyrë me veten. Po, edhe ose me pasqyrën, që më pas të fillojnë të vinë këtë lloj mundësish. Domethënë është do kohën e vet kjo gjë. Nuk e dija mund të them më shumë ose më pak se sa jashtë, sepse nuk është se kam jetuar jashtë për të thënë një mendim kompetent, por për këtu në Shqipëri mendoj që normalisht nëse do mund të avancoj pak të ofroheshin dhe të reklamoheshin pak më mirë mundësitë, atëherë edhe të rinjt do të merrin iniciativën, sepse unë me sa kam folur me persona të moshës time, ndoshta e pak më të vegjël, duan ta marrin një iniciativë ose të paktën thonë që duan ta marrin. Por stepen, sërish stepen, stepen sepse nuk ose nuk e shohin se ku mund të bëhet kjo gjë. Domethënë thonë do doja ta bëja këtë gjë, por nuk e di se ku bëhet. Dhe me të drejtë, ndonjëherë, nëse nuk e di se ku drejtohesh, atëherë po, është e drejtë. Mendon se kjo duhet nisi që nga shkollat? Po. Normalisht momenti që formsohet një pasion është ose në shkollë fillore, ose pastaj kam fjalën për formësimin. Pastaj momenti që e aplikon mund të jetë edhe më vonë, por formësimi është diçka shumë. Formësimi është ose në fillore ose pastaj në gjimnaz. Që ishte edhe për mua momenti që vendosa që do filloj të merrem me muzikë. Që deri diku na mungon. Po, normalisht është e fokusuar më tepër te literatura dhe te. Po, nuk flas për qytetet e mëdha, Tirana e këto, se tani po munguan dhe këtu, çfarë do të them më? Flasim edhe për fshatrat. Në fshatra mund të jesh unë vetë jam një gocë që vjen nga fshati, jam shumë e lumtur që jam rritur në fshat, dhe ke zero mundësi. Mund të ketë pafund të talentuar dhe prap janë të fshetë. Janë të kyçur diku dhe bota nuk e di që ka aq shumë të talentuar. Sepse nuk kanë ku të drejtohen. Mund të jepet një mundësi atyre personave që të marrin një trajnim, sepse normalisht dikush që është i talentuar ka të shkëndijën. Por normalisht ka nevojë edhe për një formësim gjysmë profesional, po them, jo plotësisht të marrësh shkollë për atë gjë, por të mund t'i bëhet një lloj kursi ose një lloj t'i jepet një lloj direktive që duhet të shkosh në këtë rrugë për të arritur qëllimin tënd, sepse mund t'i jepet një mundësi e papritur dikujt të shkojë në një talent show bjellafi dhe të mos dali mirë të thonë okay, kaq përfundove ti. Ai thjesht mund të kishte nevojë për pak më tepër kohë ose pak më tepër mentorim.
Po, është e vërtet që ne kemi patur lëndet, arte pamore, muzika, letërsinë e kemi patur. Po. Ama në çështja është që kanë qenë mbaroi mësimin ato dy faqe edhe kaq. Po, nuk është se ka qenë fort direktiva, nuk është se ka qenë fort drejtuese si lëndë, në sensin që dikush që ka prirje për muzikë, të mundet që ajo lënda e muzikës t'i japë. Mua për vete nuk ma ka dhënë, nuk e di pse. Thash, mbaroj dy faqe. Mbaroj ajo aty, iku admirupafshim. Ose mësoj një teori të vogël aty për një kompozitor, shkoj e thuaj atë teorinë, merr atë notën, mbyllë 10 muzikën, bravo të lumt, edhe ai për cilë. Pra si përfundim kemi shumë mungesa si popull. Po, normalisht, ka mungesa, po. Ka shumë mungesa. Dua të japësh para se të luash me Sofin. Alvini ka një bashkëpunëtore tjetër të cilën e quajnë Klea, e cila do ishte sot, por nuk mundi të vinte, por është edhe Sofia bashkë me ne. Dua të thuash një mesazh motivues të rinjve, pra bashkëmoshatarëve tanë, të cilët duan të ndjekin pasionet, por stepen. Atëherë diçka që edhe pse e preka pak, dua ta theksoj. Ndonjëherë është gjatë asaj periudhës që mendon që thjesht po e bën këtë gjë vetëm për vete, ose nuk po t'i njohin meritat, ose ndoshta duhet t'i jap fund sepse ndoshta kjo gjë s'është për mua, thjesht shty dhe pak. Sepse jam i sigurt që koha që ti do marrësh atë që mendon që meriton, ose atë vlerësimi që meriton është afër. Thjesht duhet të shtysh edhe pak. Edhe pak fare për të arritur për atë që ti synon, ose atë momentin që breakthrough moment, që më pas të fillojnë të vinë ato mundësit që ke dashur për herë. Pra, nuk do ta thoja më mirë, këtë gjën pra mos ta përdorni thjesht sa për stepje, por ta përdorni që të shtyheni më shumë, siç e tha dhe Alvin. Alvin, faleminderit shumë, tani unë dua të duash të këndojmë një serenat. Po me? Okej. The big moment. Thellë në zemrën time, vasho më ke hyrë, mos për kokën tënde, mos më mbaj mëri, se ti zemrën time, vasho më ke marrë, mos për kokën tënde, mos më bëj hatan. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy sytë qka ti vash falmi mua. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, unë për gjithmonë. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy sytë qka ti vash falmi mua. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, unë për gjithmonë. Edhe kjo natë më është e gjatë, të pres të mish në për qafin. Ne jemi latë që stahet kur, tregimi bukur me dhimbje shumë. Vetëm për ty frymojnë jetë, në të tërta të mindrëçon. Dëgjoj e zemra që re për ty, ajo rëfen për dashurin. Ti dhe unë, një ndër pa fund, një djellë që s'perëndon. Ty dhe unë, një shpresë pa fund,
një diell që s'perëndon, ti edhe unë. Bravo, ishte, nuk e di, fantastike. Nuk e di sa shumë jam kënaqur, ishte, nuk e di, mrekulli për veshët. Jam kënaqur shumë. Alvin, shumë faleminderit. Bravo, bravo të qoftë, uroj shumë suksese. Ky ishte Alvin dhe kjo ishte Sofia. Faleminderit shumë që na ndoqët. U kënaqa pafund. Mirupafshim. Mirupafshim.